Por I kthehemi në studio miqdashur, ora e saktë shënon 10:33 minuta, ditë e premte, që do thot sot jemi data 27 mars. Na ka mbetur edhe pak ditë për të kaluar tek muaji prill, sigurisht. Si ditë e bekuar, mirë po sot pak më e veçantë do ta thoja. Pak më e veçantë sepse është një ditë që e kam me ndjesi. Patëm mundësi miqdashur të ndjekim një mesazh fantastik për ditën ndërkombëtare të teatrit. Këtë vit I përzgjedhur nga aktori William Dafoe, por ne sot në studio do të kemi edhe dy personazh fantastik që do të japin edhe këta mesazhe, por do të kemi edhe një tjetër, një edhe më fantastik që e ndjejmë të tre kështu që jemi, sepse kemi punuar me të, I cili edhe ai nuk do të jetë prezent këtu në studio, por do ta kemi në linjë të drejtë për drejtë. Pra unë do doja që ti falenderoj përzemërsisht të dy të ftuarit që I kemi këtu prezent. Bëhet fjalë për Zarie Jonuzi Xhaka, drejtoresha e teatrit për fëmijë këtu në Shkup, Asim Emishi Sopi, drejtori I teatrit të Tetovës, aktor, të dy aktor, por në linjë të drejtë për drejtë do ta kemi edhe regjisorin, ish drejtorin, ku do diskutojmë edhe me të diçka interesante, Suleman Rushiti. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdha. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për prezencën. Mirë se u gjeta. Gëzuar fillimisht këtë ditë të shenjtë për të gjithë aktorët, regjisorët, gjithë art bërësit. Dojgjim një mesazh fantastik, nuk e di a patët mundësi ta dëgjoni William Dafoe, sepse sot doli shumë herët edhe nuk patëm mundësi që ta përkthejmë, por sot do të mundohemi që të flasim në përgjithësi për teatrin, për kulturën, për shoqërinë, ku jemi e ku s'jemi dhe ku do të shkojmë. Xhaka, ta nisim me ty. Gëzuar ditën ndërkombëtare të teatrit fillimisht. Faleminderit. 27 marsi nuk duhet të jetë vetëm si një fest dekor ose e zbukuruar, por thjesht është një kujtesë brutale se pse ekziston teatri. Ma pëlqen kjo brutale. Edhe kjo nuk është vetëm një ditë e vetme, janë edhe ditë të tjera, mirë po këtu fokusohet më shumë të gjithë mendimi I krejt të themi I njerëzve që e duan teatrin, që merren me teatrin dhe që duan ta shtyjnë teatrin në një nivel pak më ëndej. Thjesht teatri nuk duhet ta marrim vetëm një vend ku është skena, ku është ndriçimi, ku është zërimi, po është një vend ku shoqëria mund të shikohet në pasqyrë pa kurfar filtra. Dhe ne kemi këtë privilegj që jemi pjesë e teatrit, që bëjmë çmos, që luajmë teatr, bëjmë shfaqje, udhëheqim teatr, sepse është një mundësi e rrallë ku vërtet mundohemi gjithë këto fenomene negative të themi, t'i vendojmë pa filtra në teatr dhe pak a shumë të zgjojmë atë mendimin kritik ose ta trazojmë shoqërinë ku jemi edhe drejt ku jemi. Do flasim edhe për këtë pjesë, por unë do doja që me që e kemi edhe në linjë të drejtë për drejtë edhe zotin Suleman Rushiti, regjisor nga Gostivari. Sulo, të drejtohem me Sul, sepse jemi ku jemi. Po sigurisht. Po, a është teatri ende të flasim pasqyrë e shoqërisë? Njerë që mos u vetëm borçë dhe juve udhëheqësve dhe ju jeni fantastik, ashtu si mysafirë. Unë mendoj që teatri është përtej pasqyrës, sigurisht që pasqyron realitetin, por është edhe eho, është edhe grafi, është edhe mëtej, është edhe rezonancë magnetike, për shkak se teatri jo që reflekton dhe nxjerr në skenë formën e mënyrës së jetesës së shoqërisë, po merret edhe me shpirtin, merret edhe me fenomenet të më të thella shpirtërore, të cilat ndodhen apo të cilat ne mbase në mënyrë idealiste mendojmë se duke I trajtuar mund t'i eliminojmë në shoqëri. Dhe prandaj edhe teatri base ka mbijetuar edhe në si thuash shoqëritë ku autokracia ka qenë në majat e tyre, po pra ku teatri është luftuar në format më të egra nga autokracitë e ndryshme në botë, po pikërisht për shkak se trajton shpirtin, për shkak se merret me shpirtin, merret me shoqërinë, merret me fenomenet negative, prandaj edhe shoqëritë vetë e kanë mbajtur gjallë. Mua më pëlqeu një pjesë e asaj që arrita ta ndjek
nga ai narracioni të cilin e shfaqet ju në emision. Pra, edhe këtu tek ne, teatri arrin të mbijetoj fal edhe entuziastëve, artistë, të cilët kemi bërë të pamundurën dhe bëjmë të pamundurën për ta mbajtur gjallë të shpirt, po edhe të spektatorëve të cilët vazhdimisht na kanë ndjekur dhe na kanë, si thua, na i kanë falur mungesat të nxemjes, na i kanë falur mungesën e teknologjisë që nuk e kemi pasur të avancuar, nuk na kanë marrë me sy të keq nëse na ka munguar diçka e cila nuk ka qenë në dorën tonë. Pra, teatri do të vazhdojë të jetojë, sigurisht për shkak se entuziazmi, për shkak se shpirti i shoqërisë vazhdon të jetojë dhe gjithmonë do të dalin entuziastë që do ta përcjellin dhe do ta mbajnë të zjarr ndezur atë që ja kemi vjedh dikur apo që ja ka vjedh dikur Prometeu që na i ka dhënë neve. Unë kam një pyetje pikërisht edhe për drejtorin e teatrit të Tetovës, sepse po flasim edhe për pasqyrën, po flasim për të gjitha tematikat që ndonjëherë trajtohen në skena të ndryshme të teatrove, mirë po flasim për padrejtësitë që bëhen dhe që trajtohen si tema. A mendon që shoqëria jonë, zotëria Hasim, është gati ti dëgjojë dhe të reflektojë në këto padrejtësi që flitën apo qëndrojnë vetëm në skenë dhe shoqëria jonë si disi është në gjumë literare. Ti pranoj ato padrejtësi të cilët po i shikojmë. Shpesh apo në të përgjithsisht skena është pastyrimi i realitetit cilin e jetojmë. Ne dje kemi fillu një projekt të ri në Teatrin e Tetovës që quhet Shtëpia Padritare, e cila e trajton korrupsionin si një njeri shumë i ndershëm, fal gjithë rrethanave të tjera e detyrojnë që ai të bëhet si gjithë të tjerët, domethënë ndikojnë të tjerët që edhe një njeri shumë i ndershëm dhe shumë totalitarizmi, është ide totalitare. Prandaj shumica e publikut që vjen teatr e shef realitetin e vet, mirë po të pasqyruar në skenë, edhe skena e ka guximin që ti thot shumë gjëra që në jetën e përditshme nuk arrim t'i themi shkaku i hatërmbetjeve, kurse në skenë nuk ka hatër. Këtu është pyetja. A kemi shoqëri të gatshme që të dëgjojmë padrejtësitë të cilët një autor i ka shkruar dhe i ka prekur, por a reflekton shoqëria jonë pasi e shikon një gjë dhe a reflekton pas asaj? Apo i kemi njerëzit në gjumë letargjik? Vjen publiku vetëm për të ndjekur dhe për të kaluar një mbrëmje, disa çaste kënaqësie të themi kështu, apo vinë dhe me të vërtetë reflekton kjo në shoqërinë tonë? Mendoj se një pjesë edhe reflektojnë, sepse kemi edhe ndryshime në shoqëri. Do të thënë, është edhe një pjesë e reflektimit të gjithë asaj që mendoj për pjesën që vin teatr, sepse nuk vin gjithë shoqëria në teatr, vin një numër i caktuar i publikut, edhe ai publik që vjen mendoj se edhe reflekton. është sukses që të reflektojnë jo i gjithë publiku që është prezent, është sukses të reflektojnë 10 veta, 15 veta, 20 veta, sepse ata që janë indiferent edhe që i mbajnë edhe këtë anë edhe atë anë, as teatri, ma mërmendja se nuk është se i nxit ose të ndryshojnë mendim. Sepse është kjo puna e hatërmbetjeve, është kjo puna e anës indiferente, por mos prishur punë, a harojnë se me të qenurit indiferent, vetëm se nuk ndikon asgjë në shoqëri. Kjo na lidh me temën e ditës. Me temën që e kemi për sot, por do doja që të gjithëve t'ja u bëjmë pyetjen e temës së ditës. Temës që e patëm për sot, sepse harruam të pyesim më fillim, por ja që na lidhet. Dhe tema e ditës sot më është opinioni sot është më i rëndësishëm se sa fakti. Kemi shumë opinione, gjejmë dhe shohim, dëgjojmë opinione të shumta në rrjetet sociale, në shoqëri, në familje, në kolektiv, mirë po edhe përballë faktit, sikurse mendimi jon kritik nuk ndryshon, edhe sipas statistikave nëse flasim për diçka konkrete, ai i zhurmshmi është gjithmonë më i besueshmi. Pse ndodh kjo? A ndodh kjo pikërisht edhe në teatr? Ne duam që të ndryshojmë mendimin e disa personave, mirë po sikur edhe përballë faktit jemi diferent. Unë mendoj se opinionet edhe, mendoj, pjesa më e madhe e opinioneve edhe përbëjnë faktin, edhe kur nuk është fakt. Sepse shif edhe në kohën e zgjedhjeve, kur secili ja numëron
pëlqimet apo miqt një politikanit. Po, një pjesë strategjike. Do me thonë, opinioni edhe kur nuk është shumë i rëndësishëm, por me qenë se bën shumë zhurmë, njerëzit e marrin edhe si fakt apo si të mirë qenë. Absolutisht, kur thoni juve se është i zhurmshëm, por dhe opinioni i pa bazë, do thoja, e merr fuqinë e vet kur prapa vetes ka një grup të madh të njerëzve. Ata influencerët të cilët din ta trajtojnë siç duhet. Edhe këtu bëhet i fuqishëm. Kështu që gjendja faktike po zhduket, po zbehet. Po zbehet, po prapë se prapë duhet të dalin njerëzit që prapë se prapë Secili ta ketë këndvështrimin e vet, perceptimin të qaset edhe ta diskutojë. Edhe të përshoj më shumë. Unë kërkoj ndjes për sulën se nuk e kemi këtu në studio, por unë do doja t'i parashtroja një pyetje. Mos i harxhot internetin. Jo, mos i harxhot interneti sepse do ketë probleme. Është fund muaji i sulë, na e bësh halal sot. E dim se gigat po harxhohen shpejt, por më thuaj, shpeshherë thuaj që teatri është tempull i shenjtë. Ashtu e trajtojmë të gjithë. Por si trajtohet në realitet sot? Pyetje për sulën. Shiko, trajtohet si i shenjtë, por gjithmonë tempujt e shenjtë trajtohen të shenjtë vetëm nga ata të cilët i përkasin atij lloj besimi, ta quaj ashtu. Se dolet edhe tek tema e studimit tim e librit që mbarova pas 20 viteve shkrim teatri si produkt evolutiv i religionit. Domethënë, çdo shenjë të ri ka edhe ata të cilët janë kundër, ata të cilët e përbuzin atë lloj tempulli të shenjtë. Dhe duke marrë parasysh këtë, nga njerëzit të cilët e bëjnë teatrin me entuziazëm dhe nga njerëzit të cilët e ndjekin teatrin gjithashtu me entuziazëm, trajtohet si i shenjtë, sepse përndryshe askush nuk do të kishte bërë prova në temperatura minus, asnjë spektator nuk do të rinte në shfaqje në temperatura të ftohta. Pra, vetëm një lloj qasje e tillë e bën teatrin në hapësirat tona që të mbijetojë. Por sigurisht që ka edhe nga ata të cilët nuk i përkasin këtij lloji, në thojza religioni, dhe sigurisht e luftojnë dhe e përbuzin këtë. Nuk e përbuzin vetëm tempullin në kuptimin e hapësirës, në kuptimin e hardware-it të quaj kështu, po i përbuzin edhe njerëzit të cilët merren me këtë, pra ata klerikët, nëse mund ta përdor fjalën. Po shumë e bukur, e kuptoj shumë qartë, mirë. Njerëzit të cilët merren me këtë, ne thjesht qasja e tyre është se ne jemi të tepërt në shoqëri, thjesht ka qasje që thuhet se ne vetëm harxojmë buxhet të cilin mund ta kishim përdorur, nuk e di ku, po thjesht përmendet vetura zyrtare. Unë dua pikërisht. Pra, unë mendoj që edhe teatri si çdo diçka tjetër që njerëzit, grupe të caktuara të njerëzve llogarisin si të shenjtë, ka edhe ata të cilët nuk e kuptojnë apo nuk e duan, nuk e respektojnë. Ne kemi fatin e tillë që kemi njerëz të cilët me autoritetet e tyre politike vinë për herë të parë në teatr, marrin me një pozicion politik dhe partijak, dhe pastaj kur nuk e kanë më atë pozicion apo atë post partijak, nuk i sheh më në teatr. Ne kemi fatin e tillë që edhe udhëheqës të teatrit shpesh ndodh që të vinë për herë të parë si drejtor në teatr. Domethënë, po kjo nuk besoj se e zbeh entuziazmin e të gjithë punonjësve të teatrit. Absolutisht. Jo vetëm neve, po nuk e zbeh entuziazmin apo dashurinë apo qasjen apo respektin edhe të spektatorëve të cilët tashmë janë kultivuar me teatr, dhe ne, unë, ju, të gjithë ne që merremi me këtë punë, njohim njerëz të cilët tashmë janë bërë spektatorë të rregullt të gjitha shfaqjeve të cilat ndodhin këtu në hapësirën tonë. Unë pak më parë përmenda dhe me dritojmë bashkë se institucionet kulturore janë, për ta parë kështu në botë se si funksionon, janë në hierarkinë, janë të dytë institucione më të rëndësishme pas
qeverisë, të themi kështu. Mirë po si është... Dikun të edhe parë. Po, dikun janë edhe të partë, realisht arti është pasqyra më e qartë e një populli. Unë dua pak të ndalim tek mbështetja institucionale, dua të flasim pak edhe për kushtet, sepse dim edhe fakt, po më fal. Vetëm një argument plus nga për këtë që ju e thatë tani, në çdo qytet në botë ku ka civilizim, ndërtesa e teatrit është në qendër, pra është ndërtuar teatri në fillim dhe pastaj është bërë sheshi i atij qyteti, aty ku ka filluar ai civilizim. Kudo në botë, ku vizitojmë metropolet botërore, gjithmonë janë institucionet kulturore në mes. Opera, filharmonia, teatri e kështu me radhë. Mirë po, të ndalemi pak të kushtet, sepse e flasim shumë herë, ndoshta ndonjëherë është bërë si monoton, si qëndron mbështetja institucionale, mirë po të flasim për gjendjen faktike. Është bërë deja vu kjo, çështje sepse po vazhdon. Në mëngjes folëm edhe me Valdetën, gazetarën tonë, gjendja e teatrit të fëmijëve. Domethënë është një institucion që është momentalisht në... Do të flasim edhe për gjendjen e teatrit të fëmijëve, por edhe për teatrin e Tetovës, i cili ka nisur që para 250 viteve. Duket edhe akoma s'ka mbaruar. Momentalisht. Me keqardhje e them se nuk qëndrojmë askund, kur pak më parë fat ku a teatri a trajtohet si tempull i shet. Jo, nuk trajtohet. Ndoshta trajtohet vetëm në ditën e premierës. Vinë të pispillosur, të rregulluar, edhe sikur çdo gjë është në rregull. Si ka arritur produkti final deri në atë ditë të premierës, është mizerje. Do me thënë, tani po flas konkretisht që jam në krye të teatrit të fëmijëve. Me shumë keqardhje e them se për shembull neve nuk kemi kushte bazike. Ne jemi një teatr shtetëror që funksionon tani më 6 vjet, mirë po pa objektin e vet. Ne funksionojmë në objektin që është objekt i Bashkësisë Fetare Islame, dhe për të shkuar akoma më keq puna, ne ende nuk kemi një marrëveshje zyrtare. Nuk kemi ne pala që duhet të nënshkruajmë një marrëveshje zyrtare me BFI-n, është ministria që duhet të nënshkruaj. Po sepse kur është diçka në interes nacional, mund të bëhet zëvendësime. Absolutisht, se nuk është se jemi vetëm institucion që nuk e kemi objektin, ka edhe institucione tjera të kulturore, mirë po të themi ligjërisht në mënyrë zyrtare janë të rregulluara. Tani, shkaku i mosmarrveshjes së ministrisë dhe BFI-s e poson teatri, ne jemi viktima. Si pasojë e gjithë kësaj neve për shembull nuk kemi mjete për shpenzimet mujore. Si pasojë e gjithë kësaj neve nuk kemi nxemje dhe atë e kam thënë edhe në intervista tjera, ne gati funksionojmë për fat të keq funksionojmë si teatr sezonal. Gjatë dimrit për shembull mundohemi të shtyjmë absolutisht pa nxemje. Janë disa teatra, unë e di edhe teatrin e Tetovës ku edhe kam punuar në teatrin e Tetovës, në teatrin e Gosivarit kur kam shku kam ndjek edhe premier. Për fat të keq janë institucione si në kohën e ish Jugosllavisë, ato pallatet e kulturës ku ka funksionuar vetëm drejtori dhe një sekretaresh, edhe që i kanë ngrohur këmbët me një nxemse aty afër. E ku jemi tash, jemi në vitin 2026. Do me thënë, prap nga ana tjetër është publiku, jemi një teatr që fatmirësisht kemi publik edhe duan, edhe e ka rëndësinë e vetë teatri për fëmijë, mos dalë, më vonë ndoshta mund të flasim edhe si pse vizitohemi, nuk ndalen telefonatat duke pyetur kur janë shfaqjet e radhës, ne duhet ta bëjmë atë boshllëk, atë vakum, shkaku i sepse nuk kemi nxemje. Edhe këtu je vetë, do me thënë, fatkeqësisht e them hapur jam pa përkrahës, jam pa alat institucional. Peshja e fjalës time nuk është e njëjtë me peshën e dikujt që tamam ta trazojmë, se pse ngec kjo punë, pse çalon kjo punë, sepse vërtet është një tempull i shejtë, vërtet edukohen brezat të tërë, është nëse një fëmijë nuk e ndjek teatrin qysh si i vogël, kur të bëhet i ri, nuk është se do e ketë shpirtin e hapur ose do e ketë atë mendjen kritik. Do me thënë trajtohen tema të ndryshëm që ku përse afërmi fëmijën e nxit me mendim kritik, e zhvillon empatin, imagjinatën dhe gjithë këto gjërat tjera me radhë. Dhe pse edhe teatri për fëmijë nuk është luks.
Unë shpeshere kom thënë në Ministrinë e Kulturës, unë nuk kërkoj Disneyland në Shkup. Do të thënë, jemi vetmi teatr për Kam fëmijë. nevojë për një kulm që ta kemi një herë për gjithmonë të dihet vonë. Është turp, nuk është as pak dinjitoze që aktorët të vishen në për tualete dhe në për kabinën e tonistit ose diku tjetër. Mos flas që nuk kemi hapësirat, mos flas që për shembull neve e kemi krejtësisht të demuluar bodrumin, shkaku i vërshimeve dhe tani nuk mund neve të na japin mjete sepse objekti nuk është i oni. Dhe ajo që e thash paraprakisht sepse nuk është e rregulluar ligjërisht. Edhe ne tani stagnojmë, edhe neve rrim, edhe prap se prap, edhe jam shumë falenderuese për gjithë ekipin, qoftë stafi artistik, qoftë teknik, qoftë administrat, prap se prap e bëjmë çmos që neve t'i nxjerrim ta plotësojmë programën vjetore. Fatkesisht kjo është gjendja faktike në këtë nënqëllin ton, që Zoti na e ruaj dhe e themi shpesh dhe na e shtoft me të mira në këtë Republikën tonë të Maqedonisë së Veriut. Ku është Gjendja teatri faktike në i Tetovë. Tetovës? Sopi. A do ta gëzojmë këtë vit? Nuk do flasim për buxhete të shumta që. Do ta gëzojmë këtë vit? Apo sa aplikojmë edhe sa e marrim atë feedback sa e kemi. Ne fatmirësisht jemi pak më mirë se Zaka. Keni ngrohje? Te kjo pjesa Jo ngrohje. Ka një objekt ndërtimi super. Ka dy zyra më shumë për të veshur për të zhveshur. Ne kemi fillimi i ndërtimit të objektit teatrit të Tetovës, që filluar në vitin 2014, tani jemi 2026, do me thënë 12 vite. Me një emision tjetër, unë thash edhe një vjet edhe duhet të shpallet tenderi për renovimin e teatrit të ri, sepse është bërë shumë kohë gjatë. Kaluan gati 20 vite bëhe. Fatkeqësia e madhe është se ndërtohet teatri dhe biblioteka e qytetit dhe me këtë punë merret Pallati i Kulturës. Dokumentacionin, tenderimin dhe menaxhmenti është i Pallatit Kulturës, kurse objekti bëhet për teatrin dhe bibliotekën. Është nonsens, do me thonë, edhe gazetarët kur më thirin deri ku kam ri puna e objektit. Jo, nuk kam asnjë dokument, nuk kam ta di, po s'kam qasjet e. Po si mund mos kesh qasje? Po hajde tash. Sepse politikat ishin të tilla që ja dhanë diku tjetër të udhëhequr. Sidoqoftë me kushtet që i kemi, mendoj se bëjmë maksimumin e asaj, siç e tha edhe Zaka. Vjetë kemi arritur të bëjmë 5 premiera, 3 me Ministrinë e Kulturës dhe 2 me Komunën e Tetovës. Për herë të parë kemi vëndu shfaqje për fëmijë pas 15 viteve, edhe do të vazhdojmë edhe këtë vit njëjtë, po, sepse e shohim nevojën e madhe, do me thënë, që për shfaqjen e fëmijëve. Vjeti kemi patur dikundi 8 repriza radhazi me nga 500 apo 600 nxënës. Edhe kjo duhet të vazhdoj, pavarësisht kushteve dhe mendoj luftën e kemi bërë që të krijojmë kushte pak më të mira, por pa u ndërtuar objekti i teatrit do të jetë problem funksionimi normal. Unë do me që jemi edhe minutat e fundit, edhe 6 minuta na kanë mbetur, por me që jemi 3 vet për t'i ndarë në kohë është paksa paradoksale. Unë do doja të pyesja, nëse sot po thuhet që teatri është në krizë, ku është faji? Te publiku apo tek pushteti? Jo, te publiku, ja unë them, do me thonë, Tetova është ndoshta qyteti me më shumë publik në jo vetëm Maqedoni, po ndoshta edhe në pjesën tjetër shqiptare, edhe nuk mund t'ja lëm fajin publikut, sepse publiku gjithmonë na ndjek, gjithmonë vinë, pavarësisht edhe kushteve jo të favorshme që janë Pallat Kulturës. Faji është te ne, do me thonë, pak te politika, pak te ne si drejtues, edhe do me thonë, vetëm publiku në këtë mes nuk ka asnjë faj. Nuk ka faj. Absolutisht jo. Jam e ndaj të njëjtin mendim. Faji është e prindi administrator, në këtë rast është Ministria e Kulturës dhe pastaj gjitha me radhë. Fillon me radhë. Sul, do të flasim kështu. Tani e si do të quaja. Sula s'ka faj se. Jo, do e quaja si zogi i lirë. Po. Free bird, a? Fatmirësisht. Më thuaj. Unë kisha një si tip pyetje për eksperiment social. Nëse dëshironi të shikoni se çfarë ndikimi, çfarë impakti ka teatri, vetëm shkoni në shfaqje për fëmijë dhe mos e shikoni shfaqjen, por shikoni vetëm fytyrat dhe reagimet e fëmijëve. Shumë e bukur. Dhe do ta kuptoni nga hareja e tyre, nga përfshirja e tyre me atë që ndodh në skenë, do ta kuptoni rëndësinë dhe do ta kuptoni se sa e rëndësishme është të investohet në teatr.
Shumë e bukur. Kur mbarojmë shfaqet, unë zakonisht jam prezente dhe mjaftohem, motivohem atë këtë dhe emocionohem shumë, më prek. Dhe me momente dhe them, dalim poshtë tani, dalim prej sallë, them, ju pëlqeu shfaqja? Ju pëlqeu shfaqja edhe një vajzë e fascinume. Jam kënaq, bre. Edhe Do më thëmë, kjo nuk përgojt me asë një gjë që e merë si feedback. Me që jemi ka fundi, do doja nga një mesazh të shkurtër, sepse sot u munduam që të kujtojmë me pika të shkurtra këtë ditë të shenjtë, të dita ndërkombëtare e teatrit. Do doja me sulën që edhe ta lirojmë, se falenderoj shumë, një mesazh të shkurtër për gjithë shikuesit që kanë harruar ku është dera e teatrit. Teatri jeton pas secilin prej nesh, por nëse do vinë në teatr, do të ndihmojnë vetes tyre dhe rrethit të tyre më shumë. Shumë e bukur. Sopi? Unë mendoj se teatri I bën njerëzit më të mirë. Çdo kush që ndjek një shfaqje, unë mendoj se kur del nga teatri bëhet ndoshta 1% më I mirë se sa kur ka hyrë. Edhe mos kemi frikë se do të zhduket teatri, sepse tash e diskutojnë këtë pjesën e teknologjisë, ChatGPT-a e kjo, do me thonë, vetëm teatrin nuk e zaventson asnjë teknologji. Kjo është dëshmuar që në antikitet dhe besoj se do të vazhdoj përgjithmonë kështu. Teatri, tani do të thoja, teatri për fëmijë është ndoshta shteku I vetëm, është një dritare e vetme, ku prindërit ndoshta mund pak a shumë ta ëmbëlsojnë atë sfidën e madhe që kanë edhe unë si prind që kemi me fëmijët tanë, sa do ku do t'i tërheqim pak edhe t'i ndalojmë pak së rishqituri atë kishtin në ato ekrane. Në ato scrollo. Në ato scrollo. është e vetmja mundësi edhe që përfundimisht edhe prindërit edhe fëmijët dalin më së të kënaqur kur mbaron një shfaqje. Nuk është vetëm një shfaqje 30-40 minutë. Regjisorit të edhe një sekund. Është edhe shoqërimi I fëmijëve me prezencën e fëmijëve, qoftë një pije, një ëmbëlsirë para shfaqjes ose pas shfaqjes. Është një nxehtësi shumë e bukur. Para se drejtori ta bën mbylljen, unë vetëm dua të ndaj se jam shumë mirënjohëse që sot na I përmbushet studion me të mirat e të këqija që I ka në fakt ky profesion, mirë po rrofshi qofshi, u shekullov të gjithmonë teatrit dhe me të vërtet uroj që mënyrë për gjithmonë të keni të gjitha kushtet dhe vetëm të prodhohet cilësia dhe mos të mendohet për problematikat që ballafaqoni çdo ditë. Ju falenderoj shumë. Të cilët janë absurde. Të shpresoj. Falenderoj shumë për prezantën, faleminderit për mbështetjen që na jepni. Sul, faleminderit shumë për prezencën, edhe për mesazhin dhe për gjitha gëzuar, edhe uroj që t'ju kemi këtu në studio herën tjetër. Dhe suksese me projektin e ri, sepse nuk patëm kohë, kishim shumë pyetje, po ja që na fluturoi koha shpejt. Miq dashur, mos harrojmë, sepse teatri nuk ndryshon botën brenda natës, asnjëherë. Por ndryshon mënyrën se si e shohim ne atë. Dhe ndoshta problemi më I madh nuk është që teatri nuk po flet, por që ne si shoqëri nuk dim të dëgjojmë. Andaj, për të dëgjuar më mirë dhe për të reflektuar, hajtë vizitojmë pak më shpesh teatrët, kudo që janë. Shihemi të hënët njëjtë kohë, njëjtë vend. Deri atëherë, pafshim mi mbet. fundjavë të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit.